Përshëndetje, miqtë e mi. Miqtë e mi në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të marrim një pyetje në letra tarot. Çfarë do vërtet të thotë personi i zemrës tënde në këtë moment? Pra çfarë do ai vërtet të thotë nga shpirti, nga zemra, në këtë moment personi i zemrës tënde që ti po shikon këtë video, në këtë moment që ti ndjek këtë video. Një lajm i shpejt, i befasishëm, i papritur vjen në jetën tënde. Ky ushtar me të shpanë në dorë vjen furishëm për të thirrë këtë lajm. Ty, themës të ti të ekuilibrit, që i sjell ekuilibër në jetën e tij. Ky lajm është një lajm transformues. Ky përbëm i paqes në këtë kupë të argjend do të sjellë një transformim, një lajm fantastik në jetën tuaj. Ky është një person shumë human, dhe nga ana shpirtërore dhe nga ana materiale, që tek ty shikon femrën e tij ideale të paqes. I sjell paqe, i sjell qetësi shpirtërore, i sjell harmoni dhe do të fillojë një kapitull të ri në jetën tuaj. Është larg, bën këtë rrugë për të ardhur tek ty, ka probleme në jetën e tij, por është shumë pozitiv dhe ndihmohet nga një person shumë i fortë dhe nga ana e bollokut, por dhe i dëgjohet fjala në çdo aspekt. Merr këtë udhëtim, ky është një udhëtim lumturie që merr për të ardhur drejt teje dhe në infinit ky person është i mbuluar plot me bollok. Në të dyja duart ky ka bollok, vjen drejt jush dhe ti të shikon në vetminë e tij si ky fener me dritën e tij që i ndriçon rrugën ku ai het hapi. Me kë rezonon kjo histori? Me kë gërm të emrit apo të emrit tuaj? Me gërmën Z, me gërmën I, me gërmën J, me gërmën F, me gërmën F, E, V, N. Kurse me shenja e horoskopit mund të rezonoj me shigjetarin, me ligjoreshën, me dashin, luanin, peshoren, brisjapin dhe ujorin. Faleminderit shumë, miqtë e mi.